Përshëndetje, kudo që jeni duke na ndjekur të dashur shikues të televizionit Syri. Jemi bashkë edhe këtë të martë që për çudi koincidon edhe marta fundit për këtë sezon. Në kuadër të sezonës Një jetë në një orë jemi përpjekur që gjatë gjithë muajve të sezonës të sjellim personalitete dhe figura të profesioneve të ndryshme të cilët kanë shkëputur nga jeta atyre profesionale dhe personale shumë fragmente jete dhe është një merit për secilin prej tyre të cilët kanë zgjedhur të ndajnë jetën e tyre edhe me shikuesit. E këtë sezon kam kënaqësinë ta përmbyllim me një doktor ku shumica e njerëzve e njohin sepse kontributi i tij shumë vjeçar në moshën pediatrike është i padiskutueshëm me suksese nga më të ndryshmet. Doktori Gzim Gjara është sot me ne, pediatër i cili për sukseset besoj flasin nënat dhe prindërit përgjithsisht për fëmijët të tyre, ndërkohë që sot do të flasim për shumë gjëra për të cilat doktori preferon t'i ndaj me ne. Doktor, faleminderit që u bët pjesë e këtij emisioni edhe njëkohësisht faleminderit dy herë që po përmbyllim me një personalitet si që jeni ju. Faleminderit në ftesë, përshëndes ju edhe shiqëuesit e stafin e televiziorit, edhe ju përgëzoj për emisione shumë të suksesshme dhe interesante. Faleminderit. Emisioni Një jetë në një orë rëndom e detyron në një farforme bashkëbisedimin të kalojmë nga një etapë në tjetrën edhe të sjellim shumë momente dhe fragmente jete për të cilat ndoshta është fotografia ajo që flet shumë. Dhe ne bashkarisht u përpoqëm të zgjedhim një kronologji të ngjarjeve për të cilat ju vlerësoni se janë të rëndësishme për jetën tuaj. Para sa të fillojmë me fotografinë, më trego çfarë po bëni këtyre ditëve, cila është ajo këshilla kryesore që ju dedikoni prindërve përgjithsisht në këtë sezon verore, para se ta nisim diskutimin? Po, kjo sezona është nga njerë shumë pritur, sidomos prej dimrit. Me njerë si të na vje, mandej kërkojmë dimrin e kështu gjithmonë nuk jemi të kënaqur zakonisht me këto fenomene klimatike. Mirë po, normalisht që dinë gjithë, sidomos fëmijët e vegjël që duhet me urujt, tash fillojnë edhe këto rreziqet për barqitjeve, mandej dehidrimet e fëmijët janë mas shqetësuar për shkak të ndrimit temperaturës, lodhjes nga nxehtit e tjera. Në anën tjetër, përdorimi i klimatizuesve mund të rrezikojë situatën me tharjen e ajrit e mandej. Kështu që duhet me pas kujdes nëse i përdorim këto ftofësit, atëherë duhet bile të jetë dera pak e hapur në mënyrë që lagështia e ajrit mos të bjenë, edhe tharja e ajrit se sidomos bebat e vogla i keqëson. Ju keqëson frymën. Doktor, unë kam edhe një pyetje këtu nga një qytetar, ndoshta ju ka njohur personalitetin tuaj dhe ma ka drejtuar, por do ta lëm në fund këtë pyetje, kështu që të mos e harroj as unë edhe as ju gjithsesi. Pajtohesh ta nisim me fotografit? Po, patjetër. Si kemi listuar ato? Fotografit pak janë të kufizuar, me qenë se gjatë luftës ka humbë një numër i madh i saj, për shkak se kanë qëndru këto forcat paramilitare në shtëpi disa ditë, shumë gjëra janë humbë. Megjithatë ne do të shkojmë me ato që kemi, ja kemi një fotografi. Kjo është foto e nonës, nona ka qenë anvise, njëjtën kohë ka qenë edhe ka punuar edhe si rroba çepse, kështu që ka kontribuar materialisht, meqenëse se baba ka qenë mekanik, atëherë kanë qenë me profesione me të ardhurna shtetënore zakonisht që pa një profesion ndihmës ka qenë vështirë ekzistenca mesatare, thamë se. Kështu që kanë punuar kontribut që dytë, kanë qenë kështu pa ndonjë shkollim të lartë. Cili është virtyti që e ke marrë për këtyre dy personave? Po tash kjo nona ka qenë ma angazhume, se ka punuar edhe punë të shtëpisë edhe punë kështu profitabile, ndërsa baba ka pas punë të caktuar 8 orë, ka punuar ai gjë kështu privatisht sa mirë, po shumë pak. Kështu që angazhimi më i madh ka qenë i nonës, po normalisht i babës ka qenë shuaza normale për gjithë njerëzit atëherë. Mirë po ka qenë kështu i
thjesht i afërt, nuk ka qenë fetar shumë, kështu që na s'kem pas angazhime shumë në atë aspekt. Shumë bukur, kalojmë te fotografia tjetër. Këtu jemi fotografi me profesor Jashar Dulen. Genc Hoxha është afër tij dhe Faton Berisha, këta kanë qenë si futbollar të mirë, më të mirë në klasë. Unë jam nalt majtas nëse shohim në fotografi ose djathtas nëse shohim. Kështu ka qenë klasë mirë, interesant kem qenë klasa e parë. Ne mirë po kem pas mësimin masdite, veç 2 klasë kanë qenë masdite. Kështu që ka qenë pak si janë ashkalu me jo dritat së përnëshën, kështu që kem pas ma vështirësi sa edhe ma pak benefite se atat paraditës, se kontroli ka qenë ma i doptë, zhurmat ma të mëdha, kështu që disiplina ma vogël, po për kunder ka qenë, krahasim me disiplinën e sodit, ka qenë nivel shumë të lartë. Ky profesor Jashari ka qenë nivel shumë të lartë si profesor. Kështu që kjo fotografi na kujton, kem qenë mbi 4 nxënës më duket në klasë. Ma keni treguar që mësuesja juaj e parë ka qenë nëna e dëshmërit. Unë kom pas një privilegj aty, jo unë, po këtë klasa, ka qenë Serbel Soba, bashkëshorti i saj po ashtu ka qenë profesor i gjuhës shqipe, Mazdom Soba, një patriot shumë i madh, po që nuk ka pas një bom të madh kështu me tregu, s'ka qenë megaloman, që njeri i thjesht ka kontribu shumë aspekte. Për ndryshe kem marrë atë nivelin e dijes, do më thonë, reale. Do më thonë, s'ka pas njerëz privilegjum të afërm, për shembull, si tash që ka jo djali këtij, djali atij, s'ka pas si gjona. Edhe në atë aspekt ka qenë shumë e disciplinune, edhe ka qenë shumë e afërt, ka pas punën, do më thonë, e ka bo në mënyrë me një lidhje emocionale me fëmijë, jo vetëm si punë, do më thonë, obligative, po me një satisfaksion shumë të madhë. Edhe tu i falemnderu qëndrimit real që ka pas, edhe qëndrimi, po më ndaj, suksesi i nxënësave ka vazhdu prej asaj i njëjtë me derisa kanë përfundu. Do më thonë, nëse ki qenë mesatar ki përfundu edhe fakultetin e krejt. Po nëse ki qenë i shkëlqyshëm. Kështu që unë kom qenë ndër nxënësit mesatar, nuk kom qenë prej aty në numër 1. Për shkak se, që ku të folë një për veti është shumë avështirë se sa për të huj. Edhe për me folë për veti, duhesh mi lexu disa gjana. Mas pari duhesh mi lexu një poem shumë e shkurt, cili 1907 e ka marrë çmimin Nobel, veç për qatë poem Rudyard Kiplingi, nëse ose po qëse, janë nga 4 përkthime shqip shumë të bukura. Mandej duhesh mi lexu Siddhartën, edhe duhesh mi lexu kështjellën procesin, dhe më thonë procesin dhe kështjellën të Kafkës. Për me ditë njëu ku me notu, në veti mas pari, se shumë letë është me bo biografi për dikën tjetër, edhe me i sulmu, dhe më thonë, me i qitë negativitet. Po njerëz nuk kanë shumë dëshirë me i qitë negativitet të veta, ma shumë kanë qef të hujat. Ndërkaq Kafka ishte shumë i thellë të procesi. Procesi është interesant se ti, do më thonë, je i përndjekun pa ndërpre. Edhe nuk e di as kohën, as hapsinën, zdi ka të vjenë, zdi ka të përfundon. Edhe, do më thonë, thellësia psikologjike është infinit. Do më thonë, nuk ka aty thellësi që dej këtu ose dej këtu ka me përfundu. Do më thonë, ai procesi e ka një vlerë shumë të madhe për orientim jetësor. Faleminderit doktor, kalojmë te fotografia tjetër, ku do të na shpije. Këto fotografit nuk kanë një raditje edhe mirë që s'kanë. Për që biseda të jetë sa më spontane, për atë kemi vizur kështu. Jemi me agronëzojmin e doktoresha Panber, është kryetekniku Zefi kirurgjisë. Këtu spontanisht ka orë të kjo foto, dikush u bënd të foto dhe na bom, si me thonë, na radhitën në moment. Agrozojmi ka qenë 2 herë drejtor. Ka pas karakteristikë se ka qenë i afërt, fleksibil, komunikativ, nuk ka qenë kësi, do më thonë, formalist. Si, për shumë, disa drejtora thonë, paraqitu ti të sekretari, cakto termine, kësi gjana s'ka pas. Edhe të prit ke shumë mirë,
edhe kur kishe diçka pozitive për krake, do më thonë s'ki pas pengesa për ti. Mendësi e hapur. Po, ka qenë, shumë e bukur. Për natë aspekt ka qenë, ka kry punë çdo aspekt. Ecim tutje, fotografia radhës, ku do të na shpije, duket sigur. Këto njëjtë, po në vend Zefit është Nebi Pazhari, është një personalitet i jashtëzakonshëm, i cili ka kontribu shumë, jo vetëm kirurgji, po në çdo aspekt, ka qenë shumë njeri human, mana i ka ndihmu njerëzve edhe në për shtëpia, besa pa nej interes materiale gjo, ka shku në shtëpia vullnetarisht e pa ku gjo, po gjithashtu është një koleg, që nuk o vetëm koleg, po na kem qenë edhe shoqni, kem pas edhe si studenta, shumë të madhe, sidomos si absolventa. Kjo është Gjiladin Aliçkaj, pediatër, që edhe sot e kem shok të afërt, edhe kem komunikim me rrim, kem afërsi shumë të madhe. Keni pas në bashkëpunim të? Është kjo Gjiladin Aliçkaj ka pas privilegj se vllaznit më të mëdhenj gjithë i ka të shkolluar, edhe i ka në nivel të lartë. Bile një vlla në Amerikë është nivel shumë të lartë në këtë aktivitetin shqiptar-amerikan. Shumë bukur, ecim tutje, shohim fotografia radhës ku do të na shpije, në cilën periudhë dhe në cilin fragment jetët të doktorit. Po ashtu edhe këtu jemi, me të njëjtë personalitete si Shanol shumë. Po. Dikun hapësirat e Ka qenë në anestezion, si krye teknik. Po. Edhe kanë pas rezultate, edhe pse s'kanë pas anesteziolog, dhe sa ka dalë anesteziologi i parë, Ilir Beqiri, edhe jotëm si anesteziologi i parë. Po muj me thonë që në Kosovë ka qenë niveli më të lartë, edhe është. Doktor Iliri. Edhe pse ka profesorë, sa në Iliri ka, atë shumë ka, ne i thëshim, për parë i thëshim, ka sens për mjekësi. O shumë i aftë edhe ka, dhe më thonë, në moment e bon zgjidhjen. Doktor, e përmendët tekniki i anestezionit, në mungesë të anesteziologu, tekniku e ka kry këtë punë? Po, tekniku ka kry, ta kanë qenë teknik të lartë, kanë kry shkollën në Zagreb. Po, kanë qenë nivel të mirë. Po, shumë bukur. Sa keq që kemi këtë drejtim tash në publik, për shembull në... Po tash është specializimi anesteziologëve, edhe pse tash gjithmonë mungojnë anesteziolog, se o profil edhe i vështirë, edhe i pa falemnderueshëm. Se gjatë operimit me ndodhë diçka, akuzohet anesteziologi. Dhe më thonë, ndërsa me pas suksesit i merë përgëzohet kirurgu, ose ginekologu, ose kush është oftalmologi, kush ka të bëj. Që anesteziologi gjithmonë i kryjnë ato punë më të rrezikshme, ndërsa është mas pak të i falemnderues edhe përmendet, edhe gati hiq të na hiq përmendet, ti s'ka kur farë vlerë. Shumë e vërtet. Tu të na të përmendin vetëm nëse ti ki nej profit material për i pacientit, dhe më thonë edhe si t'je pa i parë, gjithë qysht livdan. Se adi pse të livdan, edhe mes mi kryj punën mirë, pse atëherë bje që është budall që i ka dhunë parët, kotë. Apo kupton. Kështu që ai gjithçysh ti ka ki lavdata, ai që ja kryen punën shumë mirë son edhe pa kur fa interesi, për ai ka një fjali për të e ndan, thot po ti ki pas detyrë, dhe kjo është detyrë, ka pas detyrë mi kryj këtë punë. Sa bukur jeni duke shpjegu. Kalojmë te fotografia tjetër. Ky ka qenë një pacient, po unë kam qenë student këtu, në interno, nësë që ishim kush e disë parë përvoje sa. Ti ju ka pas tek, ti e thëjke, a bon më ardhë më vizitu, a vedin, bile kur t'ki mundësie, sa në shkojsha unë edhe pa pas asi pushim, është interesant puna ati, kështu ka qenë i privilegjum, ka qenë si duket në pozita, asë nuk e disha shka se së tregojke, mirë po, shisha që ka qenë profesor Kabashi në gastroenterologji, edhe shisha që a i vike pa ndërprej, me i vizitu, dhe më thonë, shisha që është dikushi, po së tregoj ka qenë i ofër të kështu njëri mirë. Dërpo që a i kërkon të që ju ta edhe po, i thojke, a bon edhe ti, thojke se edhe mësën, adi kështu dishka ushtran, edhe mësën, a e kish për mu, po faktikisht qëllimi, mu jam i knaqën këtu, bile këtia pa të mundësu edhe më shku në Beograd, erdhë ekipa e sa në Beogradit mi marë, vizitun do profesorët Beogradit, VMAS,
Mirë po, kjo tha, unë këtu jam i kënaqur me mjekim, nuk pranoj me shku atje. Ata thanë që mjekimi jo në rregull, s'kesh. Kjo është interesant nga që. Ka pas problem me ullkos, kështu, me ulqer të luktit. Pas kësaj fotoje, kalojmë të fotografia tjetër. Këtu jem me kolegë, studenta, do më thonë ka pas prej Malit Zije, prej, do më thonë shqiptar, kuptohet, Macedonise. Kem qenë një grupë shumë i arsyeshëm, i mirë, do më thonë s'kem pas kur farë, kem pas rrethana mirë kuptimi. Doktore, keni kry në Prishtinë ju apo diku në Prishtinë? Fakultetin Prishtinë. Kështu që, adi, ka qenë interesant. Si ka qenë jeta studentore për ty? Po ka qenë mirë, unë kom qëndru të motrat, kom qëndru kështu privatisht, se s'ka qenë organizu. Mirë po mas demonstrata, të të njëshit, u organizu jeta studentore, kuptohet me kontrola, me asi, edhe njerëz nuk konkurojshin në konvik. Kështu që na konkurum, edhe kemi qenë cimer ose bashkë në dhomë përbashkët me doktor Besnikun, Besnik Bardhin. Edhe Besniki ka qenë si udhëheq i studentave në qatë konviktin ku ishim na numër 3. Edhe shpesh i dilshin të lashë shumë të rrezikshme se bojshin si të boke një tolovi, një kontrola, diçka Besniku i pare, u thirë. Edhe ka kontribu herë mënyrë, na kem kontribu në mënyrë me dëshirë, kuptohet, ka im kontribu, edhe rreziku, mirë po si mi konë vetë dishëm sa është e rrezikshme. Se për shembull, me një rast, kur janë mbledh armë të disa gjana që i kanë shpëtu Besniku, i ka prunë dhomë në përbashkët, na ku kem qenë gjanat. Bile ka kërku aty në atë ullë se të më falë, tash ma kujtove gëzim gjara se ja ku më bo një padrejtësi. Kështu e ka kërkuar. Jo, unë e kum ditë se... Këtë histori e ka treguar. Faktikisht unë mora vesh për kontrol pa Besnikut. Me qenë si, asi u merë ke vesh në për këta që ishin në për partia gjana. E ma ne i thash Besnikut që kështu, e Besniku i ndaloj këta, i tha polis që ti unë i pari se mu të mendod në i kush që i shqetësot, a dishka, arsho zemra, dishka. E kështu që ata e lanë kontrola policisë, ata ishin në Beogradit, ishin arë njësi speciale. Edhe aty kjo, kur ike, i thojke, shka kini dishka më një shpejt, i shtike në përgjepa, ka pas një jokë në pa mongë, si e morën më. Aty i fut ke gjanat, ja i 10 gjepa i ka pasat. I fut ke gjanat, me Besniki kem kalu mirë, kem pas momente shumë që saroke, po edhe mësojshim, dhe më thonë kem pas atë orarin kur mësojshim, se kishim edhe shumë angazhime në fakultet praktika gjana. Unë si student shumë pak im shku në ligjerata, ma shumë kom mësu pej librave. Bile ajo më ka hakmarë se zakonisht i lëpshin ligjeratat profesorët. Për i librat i kur s'mu shumë e marrë një notë mirë se... S'ke qeni pranishëm. Jo, po se na mendojshim që profesori është, do më thonë, mas zotit, vje profesori për mjekësi. Po kishë dhe profesora që se dike vetë librën, dike për shembull veç ato, do më thonë, spjegimet e veta. Shtu që, adi na se dishim si fmi që mundët me ndodhe që i profesori me s'me dita. Po kishë profesora shumë patishëm. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu tash prej student, do më thonë, këtu jemi student post-diplomës. Këtu janë disa profesor, po mi vequ një është kryesori, është profesor me musteqe, i vjetëri Dražančić. A i ka qenë drejtori klinikës Petrova, ginekolog ka qenë, se na kemi pas ginekologi, perinatologi bashkë, do më thonë me posa lindun edhe shtatzania. Kjo poshtë është një profesoresht, është njoftën në Evropë, është Lili Kornhauser, ka pas babën drejtor klinikës pediatrike në Ljubljana. Ka qenë nivel shumë më të fortë se sa në Zagreb, klinika pediatrike e Ljubljanës. I thosha pse vjen ti në post-diplomë në Zagreb, kur është në Ljubljanë. Jo, thoi kjo Zagrebi në aspektin arsimor është shumë më i lartë. Aspektin profesional punës asi, normal që jemi na. Këtu është një këshiqit kjo, me gjemper të bardhë,
Domethënë ka pas për krejt Jugosllavisë, ma shumë ka pas Kroatë edhe të Bosnës, normal. Po. Tu kom qenë veç unë shqiptar. Edhe këtu besoj një përvojë e mirë, pavarësisht Po, angazhimi. ka qenë primarios Zhurga, Po. poshtë, ma vjetë, po ka qenë shumë e rrept, jashtëzakonisht. Domethënë rigoroze, edhe na adi bukur shumë u frikoshin kështu, edhe këta na specializanta kemi qenë tu, edhe në magistraturë. Po mirë shumë kem kalu si grup, një pi kërkoj një Sloven, ka qenë Grosek, Stefan Grosek, të është profesor Sloveni është. Po. Është ka qenë, ka legjeru edhe në Amerike gjithë ka. Edhe kjo, Kornhauser, po, që ofër me ka legjeru, ka qenë profesoresh. Pas si grup të nacionaliteteve të ndryshme. Po, këto kanë rri shumë ta Slovenët. Ai në San Diego ka legjeru, shumë ka qenë profesor. Jo i rregullt, po shumë ka qenë i oftë. Domethënë, për shembull, asë një profesor i ginekologjisë si dike disa gjana ma mirë se ai, edhe pse është pediatër. Ka qenë në aspektin teorik ka qenë gjeni. Kalojmë tutje, sa kujtimet bukra, doktor? Këtu jem me familjen, mi patë ashtë në pushime kem qenë, po këta gjithë ditën lëpshin me lujtë me asi, po Dy djemë dhe një vajza? Një djallë e dy vajza. Jo vajza vogël, o tash në anestezion specializim në Gjermani është, ofër Nürnbergit. Djalli është këtu, edhe kjo mjek. Vajza e madhe që është të shoqe aty, ajo është farmaciste, punon të në Gjakov. Më thënë, si është me qenë qift në fushën e mjekësisë, pastaj edhe me ndërtu familje, fëmijë në fushën e mjekësisë. Mes ta kësha pas grunë, dhe më thonë mjeke, ka qenë stomatologë, specialiste stomatologjisë mive, po gruja më kisha shu. Po të tërgoj, po shkak se ka ndohë 4-5 netë që si marë në shpinë në punë. Na prej vitit 92 unë kom fillu, specializimi, mandej dhe në fotografi e reportit. Edhe vdekshmenia atëherë, kjo është me rëndësimi potencu, ka qenë vdekshmenia, ka qenë 29 promil, afërsisht këtu, 29.7 ka qenë Prizren, dhe më dhëmë të afër të në konë. Po Prizreni nuk mjekoj ke fëmijë të smutë, me njerë që i kanë transferu, po. Këtu në Gjakov, munashim i mjeku, pediatrat normalisht, me atë pediatrin, edhe ma ne i transferojshin në Shkup, 2-3 fëmijë në ditë. Kur erdha unë i ndrova shumë gjana, fillova reanimimin me balona, me intubime, me që ishin standard i lartë për Gjakov. Mandej shtina disa asi, në Zagreb mësova ultrazon e trunit, edhe prej 99 deri në 2003, kom qeni vetëm në Kosovë, ma ne në 2003 u shkollu në Shkopën, ma në Shkopën duket, Prishtinës. Dhe ra pastaj vdekshmëria e foshnjeve? Po, na kem pas 29, ma ne unë kur fillova bom një riparim të reportit, që ndimun shumë kë doktor Agroni me edhe doktor drejtora tjerë, me Fatmir Emën, a i ka qenë shumë shtysi mirë. I bom disa ndrime na shumë, edhe organizum punë, e fillum i bo punën këtu, se fillun të ftofën marrëdhëniet mas Miloševićit në të dyshën, edhe vishin me linë Gjakov, se s'kish Serbë në Gjakov, në repart lindjes. Vishin për krejt Kosovës, në dhëmë prej Podujevës, Gjilan e krejt. Edhe na kishim një period këm qenë vetëm, dhe më thonë, kishim 8.600 lindje. Beogradi kishtë 9.500 lindje. Ngarkese. Edhe me hapin e reportit, une e mendojsha se atëherë na një prejse se kem pas. Shpirt në ore politike krejt u konë Ibrahim Rogova, s'ka pas tjetër. Jo pëse s'ka egzistu, a i ka egzistu paratia dem dhe moq, po jo si prejse politik i organizum. A i ka si individ, si grupacion, po. Edhe si frim ka qenë, po jo politikisht i angazhu. Edhe, do më thonë, na Ibrahim Rogova kishte orientimin e ti pro-perëndimor, po na ishim edhe si ma shumë ishim si qenje kombëtare, jo qenje fetare, kështu që aty
ishte një frymëzim. Kështu që une kur hapëm reportin, kërkova prej Tom Komonit, me em në pëthom se janë gjare që janë të vërteta, mu janë verifiku që me arë Pater Ambrozi në repart, edhe me, si me thonë, me beku reportin. Me fillu. Edhe disa mërëshin si që sharakës, dikur une, përmes me i jenë mos marrëveshje, i thojësha, po qërë, kjo dëmë nuk të banë, mund të me të bovesh dobi. Edhe për një qudi, edhe normalisht me punë, vdekshmenia në 16.3 në muajin e parë. Do të thonë, pa transportet të mdhaja, ashtu për ditë me qu. Mane në 13, masja 2 muje, edhe në 11.3. Dhe 11.6. Një rënje drastike, po gjashum, gati 3 Po në Beograd ishtë 9.5. Na kishim vesh një inkubator. Aty ishin mbi 75 mjek në qëtë drejtim. Unë isha vetëm, specializant ishë mërgime batusha, mande ardhë që specialiste. Normal që edhe si specializant ka qenë e barabart me punë specialistit, i bëj kjo, se ishë nga kjesa shumë ma. Edhe qka bo mu fillohen majtë ligjerata, çdo ditë me nxez, motrave, edhe mi organizu punën, edhe si me thoni, specializova motrat për punë, për shënë 4 motra, mi ditë shumë mirë i ngjallin e posalindrit. 4 motra mi ditë intervenimin me barna. 4 motra përshamë mi ditë mi përcjell ndrimin e gjakut, eksanvino. Kështu që shka ndodhë ke. Tashti unë pej 4 motrave, se cilin ka një, lajsha pej gjitha aktivitete, aftësive, zhvillume ma mirë, se s'mo sheti motrat mi bo specialista. Kuptohet. Mirë po ato kryshin punën si specialistit. Se i mësojshin do më thonë, shenjat e rrezikshme, qysh mi njoftë, qka me intervenu, se dhejt visha unë pëj, ose dhejt vike pediatri pëj reportit atë dishka, se vishin pediatrat, normal natën, a i fëmija u ketë soke, kështu që a i intervenojke me barna, me krejt. Më dhe një sistemi mirë, shofim ku pëna një fotografia tjetër? Këtu jemi në gjimnaz, kjo është Gurbi Shehu. është profesor edhe ka qenë drejtor atëherë. Ky është një kontribus i jashtëzakonshëm për Gjakovën. Njerëz të mojshin jo, thëshin so burri mirë. Ky për shembull, kur i kanë rreziku kohë Trankovicit, mi përjashtu krejt punëtor që s'kan kvalifikime, për shembull, që dhe baba jam mekanike, ky ka organizu punën, do me thonë kvalifikimin jashtë bashkë me punë, apo kuadrët punës, edhe si aftësim profesional shtesë. Atë thoshin privatisht, edhe gjithë ju ka dhonë diplomat shkollës mesme profesionale. Ky e ka bo ato. Nashta ky ka vetë dikon, ka pyet dikon, po kryesor ky ka bo atë kontribut, edhe ka shpëtu me mija njerëz për që kam punu në kombinat tekstile, si Gjakova ka pas të 2000 punëtor. Edhe ka bo një kontribut jashtëzakonshëm që se kom një që ka përmend, nashta përmend një njerëz që janë mundësia, se unë se kom në ndëgju, se pra dhe fort që ndëgjoj si lojme. Do më thonë, kjo ka qenë kontribut shumë i madhë. Seja Zeka ka qenë aty profesor, kujdestar, kjo klasa 2. Në klasë 2, i cekë dishka që sharoke, kjo është drejtimi gjusor. Unë kam qenë drejtim gjusor, jo shkencor, se s'ku menu me studiu mjekësi, se si isha shku shkencor, edhe kom pas shumë vështirë, edhe kom shumë më ka desh me punu pastaj për provim. Jo, për me hinë provim, po, që më angazhu shumë, edhe kem pas kërë i fati që ati, një farë aftësimi e pa të mbohë në Prishtinë, një grupë për më të maturantëve, edhe aty ka një mu, se ndryshe shumë vështirë. Për ndryshe majmë kontakt me disa kështu edhe takoheme sa në normalisht. Tu ka qenë klasë shumë e mirë, disa edhe dhe më thonë nuk janë më prezent. Po, mirë po, ka arritje të ndryshme. Këtë ka të mirë fotografia. Të rikëthem kohë edhe gradualisht e kujton ndoshta edhe në moment. Për poshtë është se unë jam poshtë, është Glogjani në Zot, edhe është Xoj Zhubi, që ka vdek para 2 vjetë. Ka qenë shofer, shumë një i mirë po që
ndodhe, bedi. Natyri, po. Kalojmë tutje, shohim fotografia tjetër, doktor. Ja, tash, një grup trish. Këtu kemi qenë absolventa, Po. mas demonstratave. 81-shës, po. Edhe thoshin me angazhu studentat dishka edhe kombinati e Ernikit e pa të angazhu. Ai në Albani ka qenë drejtor. Kështu që organizum në ndri, pastrimin e dri, dhe me të vërtet jem pas pastru me therra, me kajt. Kështu patëm najt një 10 dit, ushqimin në bishin punëtorëve. Po. Asi mirë shumë kem kalu, Jeni profesionet të ndryshme. punën komunitet, po. Shumë mirë kem kalu. Po. Bukur, ecim tutje, le të shërbej si model për gjeneratat e reja, Këtu se jemi si një angazhuar. si mjek i përgjithshëm, Po. nartë është Gazmen Grezda, po është Afrim Muagjiri, edhe në Covid që pështoj Vjolca, është një ndër motat senzacionale, është ka qenë superlativ çdo aspekt, edhe si njeri, edhe si humane, krejt. Po ashtu Shpetim Dojoka ka qenë në psiatri dhe ka qenë shumë punëtor i mirë, ne jemi grejnë. Këtu është Elvani motra e Vjolcës, ajo punon enden që këmë fë. Me Gazmenin për nëshër kem qenë prej kur e kem kry fakultetin. Kem qenë me Gazmenin, Lirë Beqirin, po edhe Afrimin e grejt, veç Seladim Boshjakua. Kem qenë shumë të afërm. Me Gazmenin edhe shoqërisht e profesionalisht e kem shkuën pushime bashkët, dhe më thonë, edhe kem relacion familjar. Keni ruajt këtë relacionin, është shumë i personalitet i përshtatshëm, shumë i përshtatshëm se sa unë. Është shumë Kam pas fat profesorin Gazmend edhe në shkollë ku punoj për disa vite. Po, është njëri mirë, i thjeshtë, nuk është as gjeloze negative, s'ka kur fa qëndrime të mshefta kështu. Më thonë qëndri është shumë i hapt. Për ato që ka edhe thotë në gojë kështu. Njëri i zakonshëm. Shumë është njëri. Edhe kom malash ushnime ato, një ndër shokë. Edhe plus na kem shku në specializim Zagreb bashkë, kem najt me i dhome, me njëtën klinike, për cëllë shumë ato ligjerata, seminare, krejt bashkë, shumë pas kurva asi. Po, tutje, ecim të fotografia tjetër. Këtu, u burgos Tu në shkollë, ha? Po, mas i burgosin këto Hadrin, profesoresh ishte ajo, doktoreshin, ajo mu më thirën me dhonë mësim. Të uta Hadrin, po? Po, të uta. Të utën. Tha, thirën, tha, dizim dush marë që i repte masi, këtu është indjeri profesor i duket filozofisë, dishka ka qenë, shumë kem kalu mirë. Këto në zanësët e mija, do më thonë, klasë e jeme, ate e mora klasën si kujdestar klasën një 3-4 javë, kesh shumë me nota adopta i regullova ato mënyrë legale, ilegale, nashme, pa nashme, dojshë mi kalu, pashkak se ku mbrejt një gjo. Edhe Norvegjia ka brejt ato. Norvegji nuk ka nota në fakultet mjekësisë. Ka kaloj, s'kaloj. Po për me kalu, duhet mirë me një. Me mësu shumë. Edhe ka disa elemente me s'ti thëmë tash, po e kum pas vlerësu edhe janë gati gjithat punësume këto motat, edhe janë gjitha motra të, edhe pse s'kam pas rezultat shkëlqyshme, janë shumë të përgjegjshme, të afta profesionalisht krejt. Shumë shpesh në mjekësi ndodh ti me qenë teoricent shumë i mirë, krejt mi ditë mësimet, edhe mi pas krejt dhejtë që po si praktike me qenë i dopt. Do më thonë, aty, jo pëse je i dopt ti i trusë, ti ki mësu e sa në gjanat. Mirë po ka njerë që mësojnë edhe mekanikisht, ma ne ana tjetër është friga për i dështimit, të rrezikut, të jo më s'po më vdesë, më s'po më bënë, më s'po asë, kur shumë më punu ashtu. Edhe ajo i bën pasiguria, se ku ti njef gjanat edhe njef guidelines ose rrugtimin e qasjes të pacienti, prej kur hinder, të ishën atjere, ta shtoj, dhe kur e përfundan mjekimin, nëse ti i din ato regullat, ti s'kish ka më fregu, edhe nëse deshtan, se është e parapame, për shembull, ti e kap njëri infarkti, për thojmë, si e din populata që është thjesht, edhe ti nuk është të thonë krejt botën nuk shpëtojnë tënë për infarkti.
Po ti duhesh mi njeh rregullat që janë standarde edhe më të mirat për pacientin. Edhe me vepru sipas ndryshimeve që i ka pacienti, ti mi bën ndryshimet në qasje. Aty si ti ide ato, s'kisha mu friguti. Se friga ti hub përmi 30-40% të profesionit, s'ki koncentrim edhe prej frigës ti frigosh mu afru edhe dështon, gjithsesi dështon. Mjekësi duhesh me pas trimni ma shumë se në luftë. Se ajo është faktikisht ti në lufton me kundër një njeriu, një personi tjetër, individi, që është maj fort ose maj butë se ti, maj dopt. Etash, aty edhe në varet qasje tjera, inteligenca, se. A këtu lufton me shpirt, dhe më thonë me diçka abstrakte, që ti e ki konkret smujën edhe njeriun, po ti se di kur jep shpirtaj, e ti dush me luftu me s'milion me dhonë shpirt. Po, sa bukur po. Tash nuk kiti aty, qofse ti mendon, se tash njerëz mendojnë, i kanë dy qasje mjekët. Po. Një mjek e ka qasjen, ku të shef ty shtu si pacient, edhe ai fill mendon qysh shka edhe sa para mu i mja marrë kësaj. Qasja parë që është e mjekut. Edhe ka mjek që hinë derë ti edhe e sheh, thot që kjo, që dorë pas ka matojnë si qëto, pak synin e dolën, dy sytë, andaj më s'ka me ty ide problem, më s'ka si pozitën e zakshtu, ashtu. Të më thonë ti analizon smundjen, për shka e thirë edhe ki kry shkollë asi. As ki kryti shkollë për qyshmi qvitzu pacienti. Dhe më thonë, to ka dhe asi qasi. Që e bonë si ti, thot, ja bo punën qashtu që me pas përfitim. Qartë. Ecim tutje fotografia tjetër? Këtu jemi ku jemi këtu? Jemi në festim të përvjetorit të maturantave. Po këtu janë disa klasë, do më thonë jemi një grupë klasë përzime. Ky rreshi i mesëm, përveç këtu është Gojani, po e shoh Leonoren. Elvani Gojani, përndryshe prej profesorit Jashar, krejt janë profesora. Edhe janë shumë të mëndoj kanë qenë, edhe dashëm, edhe të sukseshëm, edhe të respektunë, edhe i kemi ende unë për shemull, kur isha i ndëroj disa, nuk i kemi mesin tonë. Një eksperiencë mirë edhe në mësimdhënie, e ke shiju në një farë forme. Po edhe si këtu, do më thonë, jenë veç, na jemi veç profesionista, si më thonë. Në profesionet ndryshme, po festa e maturës. Tutje, ecim tutje, fotografia tjetër. Këtu tash kjo lufta jemi që ku bo prej ku ja ku më fillu si pediatër. është lidhja lulak për shembull. Shif ftyrën që ka fëmija. Kjo e jep një përshtypje, një personi në vujtje. Dhe më thonë, kjo është ka vunë, po që është vunë një e ku lidhet për shembull. Ata ku të qojnë burg edhe të lidhë s'majnë. Qojnë dhe të qelia, për shemull, ose vendi. Ju e keni protestu këtë vazhdimisht? Po, mërë edhe kumë pas probleme, edhe kështu kumë pas qasje media, po këtu është, kjo lulaki edhe djepi, e tregojnë që kjo popull nuk ka lidhje, kjo po mëndaj popull në aspektin përveç popullit, po edhe qeveria nuk ka lidhje hiq me prosperitet, me përparim. Kjo, se qështu i kanë lidhë dhe jevrejt, për shemë, dhe para 150 vjetë, 140 vjetë. Një po, ti mi lidhë tash jevrejt i 6 vjetë burg e ki. Mi lidhë fëmin. Kjo është, në më thonë, plus mishti ndjep, o shaken baby syndrome. Në më thonë, kjo është torturë e fëmis, që shflen njënz me zërë në gjumë. Ma ne gjumi vjen. Gjumi, për shemull, fëmija 5 mujsh, ta zonë, vdes tek pas 4-5 dite, nëse është pa uj, pa bukë që i kanë gjithë fëmin tërmete. Mundet me jetu. Ndërsa pa gjumë, për 2 ditë e gjysë vdes. Dhe më thonë, gjumi është shumë si proces egzistencial, dhe më thonë, proces jetësor, është shumë ma i fuqishe me nivel ma të nalt për jetën, se sa uji. Vetëm ajri është ma i rëndësishëm, oksigeni. Qartë.
këtu, dhe më thonë me pas qeveri, si ta shetë që ta, lidhë fëmijën e tëmë, për shembull, ki ndëgjua dishka, me pas qeveri. Dhe më thonë këtu, ka të bëj me një degradim total, të njës prej Ibrahim Rogovës, që u kora me të pashpirti, se ka qenë njëri shumë i madhë, edhe deri Albin Kurti. Që do më thënë duhet të ketë fushata që me parandalu. Unë nuk kam nej selektim këtu, me thonë jo, se PDK-ja e VV-ja se kanë bo këta, po këta kanë obligim mi hek, se mi bo se kanë bo. Qartë. Ta dëgjojnë edhe ato nënat e reja, dhe pse do shta po jo, më ka ndiku kjo pak, po jo maksimum. Periuda Covid-it si duket, është rëndësishme me... Kjo Covid-i në ka asi, na edhe kem përfitu edhe kem hum. Mas po ajer, ka zonë një farë vendi të rëndësishëm edhe respektus. Se për shembull, u boshin 10 operacione edhe mershin shpërblim për shembull kirurgat, s'pa folim për veti, mershin shpërblim për shembull sa një shatir mi bo këtë. Dhe më thonë ishë ofendu saj, ajo qasja. Nuk thëmë shpërbim material, po së të kjo kusha, së të kjo ka obligim. E te i përfrizur që jep 400 euro për shë, po ajo për qef është. E këtu i Covid-i të regoj që mjekësia ka një rëndësi, dhe më thonë që ajo që është, nuk pa thomë une që na jemi në nivel më të mirë në botë, po sot edhe jemi në nivel barabartë. Për shembull, një pacient para 2 dite që të tregova dje, erdhe dhe kisha mi dhonë një terapi që është e rallë. Edhe dësha mja verifiku se pacienti shkollu, shumicën të shkollu në krejta, dësha mja verifiku që është se ishtë një terapi e ndihshme edhe pak e rrezikshme. Edhe kur pi qeli, unë të ashatoj kësha bo paraja 3 jave. Kur qeli asajtin, pedel i shëndru me 27 maj. Do më thonë i shëndru tash ajo terapia, dhanja, krejt i shëndryshu me doza, me krejt. Edhe po ashtë i tashur, unë e tash 2 mg, po këtu përshkën 4 tash. Edhe këshin bo ato, për shembull, Universiteti Pensilvanisë, Universiteti i Nisës, do më thonë Francës, ekspertat ma të ndajnë botë aty, shkrum kush, nuk guxon me shkru gjithkushi, edhe s'ka qasje, Medscape. Edhe i tash që, kështë që ndroj, edhe bili u qodita, i tha, ka që ndryshime të më dhe. Po ka ndodhë, për shembull, para 3 dite, ku më ledzu, ndru mas 3 dite. Ti se di kur kam ndruaj. I bje që mjeku duhet me qenë që gjdo gjo të rrezikshme, ose të pasigurt, ose pa definune saksisht në mjekësi, duhesh mi verifiku. Edhe ki ku verifikon, që në telefon e verifikon. Shki nevojt ti tash me marë në telefon, ka dhe mi hap libërën, që librat i ki në telefon. Janë përmi se 300 libra në qëtë telefon. Do më thonë, është një qasje që vetëm aj që se shfrydzan. Eta është cile o lufta për me pas sukses. Jo në mjekësi, po në jetë. Lufta është, duhesh me luftu pa ndërprej me kohën. Si lufton ki sukses kundër kohës, që ato mi shtrydh sa ma tepër, mi ndrydha qysh me thonë, mi shfrydzu maksimalisht, ti je në nivel. Se për shembull, vetëm në mjekësi, gjatë ditës publikohen mbi 80.000 publikime në ditë. Do më thonë, ku dë mja njësë, do më thonë, ti duhesh vetëm shka ki problem, duhesh mi verifiku, se ti s'mund është të nësenet. Natyrisht, me ndalu të ajo interesi jotë. Tutje, doktor, pas pandemisë, Këtu është reporti i famshëm, neonatologjisë. Ai që folëm. Në vitin, do më thonë, 95, është palë në 3 reportet më të mira në Jugosllavi. 92-shin është hapë, nëse nuk gaboj. Po, na që kemë fillu. 95 është shpall edhe Sorosi në ka dhonë si dhurat 150.000 marka atëherë, në shpitalit. Kuptohet. E unë kënë renovu një sanitarë krejta, atëherë ka qenë ai doktor Sava, drejtar, dhe thonë masat e dhonë shumë. Këtu tash unë jem, për këtu e në motrat, normalisht, është doktoresha Mërgjime edhe doktor Naimi. Doktor Naimi e pa të përfundu edhe dishka ishë në dilemë
me shkuën në bollane. Dikuj thash, hajde të une, ti mësoj gjana. Edhe mu i me thonë që ka arrit nivelin mi mësu edhe të diagnostifikimit, edhe përceljes, edhe njohjes shenjave të rrezikshme, edhe terapisë, kretë, kam rrit nivelin nashta një pediatri sigurt, mesatar dhe më thonë, nashta jot neonatologit, normalisht, duhet me intubu. Mirë po kjo ventilojke me ballone me krejt që është 95% në punës, tubimi veç 5%. Është i nevojshëm në animim. Edhe kam rri, edhe ka, do më thonë, pa to, mbi 30% i shra nivelli i raportit në aspektin e punës mjekve. Por shkak se na ishim angazhu jo historia, jo, kjo shumë punë na kryke, jo historia, po, edhe punë vizita, krejt, bojshim barabartësisht na. Na imi këtu këqyrke veçantë dhe unë veçantë. Kjo është diçka, po ndodhke që është mërgjimja për shembull specializante. Unë e thjesha mërgimin, pa kur fat kompleksi. Hajde mërgjime ta shohim që ta shkapën mendon në tek. Kjo është një privilegj që e ki, jo bashkëpunim, edhe obligim. Ti mundesh me fol me mërgimin, hiç. Mos më konë në konflikt për shembull personal, po ti zguxon profesional. Ti duhesh me thirr, me bashkëpunu, mi po rastin, mi diskutu në mënyrë të ndershme, që është më mirë për pacientin. Shpëndezon, ti mundesh me shku ndarse me mërgimin. Po, ana profesionale në atë ishte qartë. Me burrin e mërgimit se me grutë tonëve sa. E kështu që na kem pas, për mi mundësu ato, zakonisht mjek kanë pas në spital se cili dhomën e vetë, kur s'kishin edhe raporte fort dashamirëse, mes veti, na kem pas i dhomë të lirë, bom si magazin dokumentacionit, rrishin 3 me i dhomë, edhe dera gjithmonë ka qenë hapë, pa kur farë problemi heq, për shkak se aty na ishim dhomë veç me diskutu, me asi, shra hajshim buk bashkë me kur është mëngjezi, me motra, se s'mojshim me shku na mëngjez me dorë si kolegë tjerë, se ndodhë këj lindë këj fmi për shra në gjenë e dronë dhe vishet e mu i keme të shku fmija, ose mu kompliku, ose ti e rinjallëshe, po e me të keme gjak dhe në tru, për shkak një sa muni me qebapa, me shku mi ongër ti. Kështu që na shumë rrallë ose hiç nuk dilsh. Tutje, sa to shumë motrat kanë qenë jashtëzakonshme. Veç diçka për foli për motra. Një motër e neonatologjisë e bën punën e 8 deri 9 motrave në raporte të tjera. Pse? Pse m'ia boj infuzionin e një motrës, një bebes vogël, është jo 8, po sa 80 tritunve. Ata tritunit e kanë sa gisht i venën. Aje ka ma të vogël se sa gjelpona që është. Plus nësë kishim kanila atëherë. O duke 10 herë, 20 herë mi shpu fmin. Nuk kishim baby sistemat mjaftueshëm. Mushim i thonë ati blena 50 baby sistem. Me njo, o infekto kjo fëmija, duke shumë kem pas probleme. Këto motrat nuk janë motra me profesion, po kanë qenë, ose kanë qenë hyjnesha, ose kanë qenë bekume ose dishka. Se kështu motra s'kanë qenë. Për shkak se këto, dhe më thonë, qasi farë pune të rondë, të vështirë, e kanë bo pasi fjallë heqë, se edhe s'kishin nga këto me folë. Se për shkak kanë ndodhë 50 lindje në dit i kemë posë. Tash 50 lindje në mujtë i kanë kajerë, abedi. Edhe në 4 mjekë, abedi. Edhe fluksi i punëve ka qenë i madhë. Për shembull, e kësa në vinë unë ndrim gjakët e sanë, nëse jo pëse si bojnë këta neonatologë sot, po nuk e kanë të lejume, duhet mi që unë Prishtinë. Na tash, për shembull, një gjatë që sharoke mi përmend në profesion, që është jashtë procedurave të rregullta. Tash, une e diagnostifikojshim një gjendje me seps, dhe më thonë infektim gjakut, që i thonë populli, edhe tash qysh mi shëru ato shpejt, edhe mësë me na zonë rrugën neve, do më thonë që jo, për që na pengojke, po mësë mi rizikuje. Tash të unë, normal me ekip komplet, se vetëm s'kum po gjo, do më thonë 80% punës kanë pas motrat. Se motra mësë me ta kryp terapin tonë, qysh do mi shnosht të fni. Edhe e bojshim për shaj e kësa më vinë o transfuzioni, ja e këshim gjakin infektu, ja shtishim të frest. Kështu që aty me lejat vula, dhe më thonë, për mu konë herojnë. Ajo merë ke gjakin, për shamu, dikuj tjetër që i kishë dhonë të frest, edhe kryke punën. Fati që fmitë s'kishin nevoj gjak shumë, 80-100 ml, edhe na kryshim punën, e bojshim e kësa më vinën. U përmiso ke fmija, vazhdojshim me mjekim.
nuk u permision, prapë ja bëjshim mas 3 dite, edhe s'kishim problem. Edhe rezultati ka qenë statistika, 11.3 ka qenë. Edhe janë këto krejt dokumentacion. Tu kem qenë me shoqin, me Gazmenin, edhe Gazmenin me bashorte. Me një organizim, ka pas shpesh organizime të ambulantës, dhe më thonë atje, kur ishim si mjek përgjithshëm, edhe shoqe ka qenë aty mjekë. Po, atje ka qenë si interesant me shku. E shka interesant atje në për këto vonja njëse. Po. Mëralmjet maturë se sa, muzika ka qenë arktuse. Dhe më thonë vishin grupe, jo përgjëzejnët, jo për shamu Telstar, shape Dio Make, jo vishin këto, nuk ka pas muzikë popullore. Absolut, heq. Edhe unë e kum pas një frikë të madhe që mës po ndodhë që kur plakna duna me ngu muzikë popullore. Që të në aspektin e muzikës të ashtë përforë. Ka mundut kjo, edhe se kum pas marak, se atje ka qenë për shanë doajen, ka qenë gjeni, që për qeli mas në kjo dzeni, nuk kam vrejtje unë në aftësi, ka qenë Ismet Peja, i famshëm, dhe më thonë, krejtë shqiptarin. Mje po, unë se kisha marak, dhe më thonë. Mje po, dhe sot dhe asaj dite, nuk ngoj muzikë popullore. Veç artuse dhe veç tjashtë me kështu. Shumë bukur. Zhanret e për ata ekzistojnë disa zhanre të negative, nashta. Ja, s'po ma merr mendja sepse njeriu e gjen veten ku të në cilin do zhanër muzikor. Kalojmë tutje? Këtu tashti jemi mas luftës me njerë. Kur shku me specializim na infektiv nuk kish shumë raste. Këtu ish infektologi, Gune Efendia, po raste s'kish. Edhe shkum në Prishtinë që kish raste të meningjiteve, kallit, trunit, kish sepsa, senë, kështu që. Edhe atje, une se kisha më punu neonatologi, e mësova leximin e likforit. Dhe sa kajma gazideda dhe mandeja këtë tekniku i laboratorit likforit, thash s'ky nevoj mu masi. Kështu që vete lexojsha likforin edhe shpesh edhe formulën, po normal që i thosha edhe shkrujsha une. E mbyllsha atë fletin, e i thosha bujarit lexoti, për me na dalë shifra njëjtë rezultati. Që me qenë sigur se likfori është langu i trunit. Aty ki shpirtin dorë të fëmis. E ajo është Shannon, është një specialiste, motër, medicinale specialiste, ka pasar me burrin kjo, me Samaritan Purse, ka qenë motër shumë aftë, normal. Edhe e përcjell këto punë tona si, punë e kënë John Hopkins Universitet. Edhe Julian Liss ka qenë, ka punu në John Hopkins. Neve s'na mosh kësynin, po ajo bo manej kryetar i mjekëve emergjencës botës në Los Angeles. I kompletuar, po. Thëshim, ma këta s'ko kanë gjohë, i këqëshim patika qëfar modeli i kanë, po si kishin të reja si tonat e shtë. Tutje, fotografia tjetër, doktor? Këtu jemi na 3 mjekë, ka qenë interesant se na, të më thonë, kem pas qaq angazhim që përshë ndodhë këtë që qitëshin kafen e ti, tash u qoshim ja një mu fëmin, kafja shkoj ke e bojshin tjetër, vishe tash. Si ta bojshin tjetër, tash din ke rasti tjetër, mule. Ka qenë një dinamike madhe, interesante ka qenë jeta, dhe më thonë, s'kem mujtë mu marrë me kur fa aktiviteti tjetër, politike, kështi ekonomik, dhe më thonë, me punu, s'mu zhëti as me punu privat. Tek ma ne, kur bo kriza madhe, 94-5 fillun mjek me punu privatisht. Më thënë se kretë ditën ja u ka marrë spitali, angazhimin në spital. Nuk ka 5-6 dit aty, pa ardhë hiqë në shpe. Bile një rast, gruja ka marrë djalin, e ka pru në spital mja vizitu. Të une. Unë isha kujdestar, po isha dhe angazhum me raste shumë të ona. A i djali smut, asi, edhe nësë kishim telefona mobilat, edhe kuar në spital, shka e ka bon ta, për që djallin ta që 3-4 ditë që arë, në shpik kjo smut. Du ta vizitu djallin ta me nësi. Duke punuar për të farë, humanizmi. Po jo, adi qysh, atëherë ish humanizm të gjithë njështë. Kjo nuk bën në biografi një me thonë që unë e ku mbo këta, s'ki po vetëm të ku gjo, unë e pak ta dy,
s'kisha mujt as 5% mi bo. Se s'ki pas qysh mu shkyti me ngajt sat lindjes, kënej me bo lëshime, a nej mi këqyrën intenzive, a u përmisu, a ju keqësu gjendja, se këta po sa lindujt ti e sheqështu, a la pa prejk derën, a i keqësot. Fill biken si janos. Plus na, djetash, s'kishim as inkubator as monitor. E tash për monitor, disa njerëz do ishin me dhonë para, edhe jepshin shumë para njerëz. Ate që vishin jashtë me mija marka jepshin. Unë i thësha ti blema qëto, qëtë gralici, që nëzëmë se më falë, që thashe qëtë shparet asi, edhe krymë punën ti. Blemi qëto barna për fëmijë. Na gjithmonë kem pas barna në partë. Shtë isha me blej pacienta që dëshim me leon parë. Plus u konë libëj që i shkryshim mrapa, kush shka kalon, vetë personi e shkryj ke shifrën, vlerën, edhe, jasi, unë as bomboner s'kom që u shpe. Ku të thuk shtu, nuk gudzë me thonë pa u kone e vërtet, se je ka den televizion, edhe bosh prallë. Sa une për vajzën e madhe, mi marë, ku ble bomboner, nuk më për hospital. Edhe parë ti ku marë hua. Tutje? Tash këtu, do me thonë, kontributi ka qenë jashtëzakonshëm. Edhe na s'kem qyrë ku shka për bëna, jo ti, jo të këshyre ti bëne, na kem qyrë bashkë kajtë. Gjdo rrezikimi fëmijë se kem bo bashkë, edhe përgjithësim bashkë kem bo. Pra ata ka qenë edhe suksesi, doktor. Une kur ka kry mërgjimja specializimin, une mas një jave kom dhonë dorëheqje, më duke edhe ma heret. Edhe u qunë ta kretë shefat e drejtore se qysh me dhonë ti dorëheqje, thash. Me dhonë dorëheqje, ke ish para luftës. Thash, për shkak se kjo është mare, thash, të shmja dhonë shansën ti materiot. Se ishin do shefa, dhe dishin penzion, po nuk jepshin dorëheqje. Ashtu s'panë, dhash edhe që ku marë mo, ata posti. Po. Tutje, shofim fotografinë e radhës, prapë dhe këtu që jemi kolektiv. Janë kolektiv, po këtu duhet më natë dishka, kjo është pastrusja e jonë, e cila ka një vlerë shumë të madhe, se do me thonë, kur ka ardhë një kontrole UNICEF-it, se erdhë njëherë UNICEF-i, për shkak se i madhe Ibrahim Rogova isha në ku që kem vdekshmeni shumë të njarë posa lindur, edhe një ma, ku erdha i metën e parë, dytë UNICEF-it, një profesor i Beogradit, pediatër, edhe une kur vishin delegacionet jashme ose kontrola, mas po i qësha në toalet, në WC. Edhe i thësha, hen që toj herë, që ki nevoj hin mrema, edhe mane e këshyrë, bezat disa u falim dërëshin, edhe një unë i pëthët i UNICEF-it, një profesor i shudhaj, mjek, tha, këtu, tha, për muj ke lërështi mi bo trapezari, tha, kuzhin. Po, nga pasërtia. Po, kjo ka qenë, jashtëzakonshme, do më thonë me dezinfektim me kretë, e sulmojshin shumë, unë mundashin mi marë sallat e lindjes e sallat e operacionit, si do mos asi, unë desha e më konë, unë s'ka mujtë mi lujtë kush, ma dhe unë më duke që ka marë dikush, ka vdekën djerë se ka pas diabet, po kjo as flutra ma shpejt, ka qenë jashtëzakonshme, ka qenë një kontribut shumë i madhe në dezinfektimin e portit kjo kërë bëjke. Shumë i tutje? Fotografia tjetër? Këtu është një rast i romë, me sepse me gjendje shumë të romë kjo. Shet që gjithë gjak për goje, krejt. është një situatë shumë e romë. I jepshim nga gjak e krejt posë. A ka shpëtu ky fëmi, doktora, apo jo? Nuk më kujtohet. është spekulim me thonë e kom shtu. Nuk më kujtohet. E që di që u konë shumë i romë. Një përpjekje e madhe juja. Nuk ka desh, për shemë, ka dë mjek ka jam e najtë aty, se ka pas me gjak dherë për i luktit, për edhe për i mushnive këtu, sonda gastrike. Më thonë, ma mërë menja që u konë shumë shtirë mi pështu, e di që një rast që si ka qenë i Podujeves. Edhe aty ka qenë doktor Naimi, edhe mërgjimja, edhe thyrën natën, ati i këshin thonë që ka vdek fëmija. 2 rastish që i këm pas. Edhe erdha une e bona ndrimin e gjakët e krejtë, a ju përmisu fëmija, edhe thira krejtë procedurën, qka bëjsha, ma isha nonën në prezencë, dhe më thonë vendin
në dhomë ku boke, po se thëshin na kidhon në i kopil tjetër. Ishë problemi pështu dikon, që i këshin thonë për shenë gjinekologi që është i vdeku në dishka. Me nje duke mi lajmëru, nonën edhe mi pru, mi pa se kishe spekulime tjera, jo, këta së është mija jam, dilke 1 milion të lashës, jo 1.000. Aj patë pështu, aj erë tashti, kur ka po gjendje të rondi, kanë thonë që se kë fëmija, ati s'ka jetë, 10-15 minuta, i po dujeves. Erdha i prindi, edhe kur erdhë, kur që sharoka jo situata dhe fështirë, ai tashti ka bo fjallë edhe i ka rashu plak në port aty asaj shërbyses, edhe më therën mua dhe se një pacient mora unë ka dalë, tha qysh ta këtu me fëmi shka boni jo i gjuni fëmi të trektije, sa mu më ka thonë o deke, ju s'do një ma dhonë fëmi në dekene. Pasi e mora, unë e thiri unë atë nonën e fëmisë. Në dhomë shtina, qëtëso të një pau qëtësu s'moj me ta sfiku. Po ku a fëmije, qëtëso, mirë, shkoni kuptu shumë shumë, po s'kesh fajs edhe ish qëtësu se mas sa vjetë ish. Erdha e nona vetë edhe për vjesë i tu keshe, tu asë jam mujtë e vidë, ta është këj hupi, kajtë lidhin. Edhe në moment taj, për thot, ku është djali, a bedin, tha, unë mi marë që ka dekë, a u mërzit, a i me nepi, thot, a u mërzit. A jo, tha, so dekë, ka kjo doktore, u anë 3 natës e ka ndru gjo. Po mune, kur gjo s'kisha bu aty, pa u konë me lejat vuda, apo uptan. Sa interesant, për historish keni. Janë të lidhme, po, plusu duke bujardomin me thirë për me bu analizat, e se në gjysë 3 natës. A i viken 3 natës me lejati. U kone pa, është jashtë zakonçme ajo është. Mëj me thonë që ose dikush shkon në parajs, ajo mundet më bua të farë shefi parajs, se parajs të jeshtë ju. Nej se tha ka ndru gjokin adhe, nej ajo përmisu krejtë, edhe ajo që, tashti kjo është një, dhe me thonë publikisht jem të folë, është një nivel i ullët me thonë është ashtu, po ka qenë shumë interesant. Edhe aje nëzeri kuletën edhe i shprazi në tavolinë. Edhe për thamë unë doktor Naimi, thash doktor Naim ti e maj vjetë, marrëvesh me qëto. I morë, shikon janë 11.000 sa marka. Tha unë herë qëto, tha mas ne mirën vesh. Thash po jo, thash për këto sa problem, thash se ne i marim, ati kem qef pare me pasë. Thash veç duhet 2 pyetje mi spim. Mas pari, a kimi shit, a kimi qunë shpeket fëmi. Jo, thash qysh me shit. A kimi shit? Jo, normal që mi qunë shpet, me asa vjetë e kemë. Asha, ti e ka do me bo trekti me fmi. Asha, sa i vlen jetë a këti? Nështë të botë krytarë Amerikës nësë. Qështë të me vlerësu të një më të një. Asha, ti ndish më ka dzu, sa ka qmimin kë? Unë piti ma. Ka me të marë gjysën. Se gjysa është e juja, që ju keni për unë, edhe gjysa është e emja. Edhe, aj met një, unë tha, fa një e kokë ti, shumë e ti dasha mje. Thash, gjojmë ti, ku është dyqani? Që shitet nera edhe morali, thash, une me një kam të marrë po. Po i blej gjysën asje. Se një ma ishtë një knaqësi e madha jo. Po. Njëtë në gjohë një fëmi Goqi, tash këta e. Po. Ai Goqi ka qenë ishkon mësus në kryesi LDK-s. Po. Edhe doktoresha Samilis, o gjallë, për më vje, tha, unë ishe, sa isha arresht. Tha, ata thiri doktoresh, që kanë qitë pi punës, që ishë punu në Prishtinë, dhe që ishë në zonë, dhe ishë afta, ishë ma, i dike gjanë ma mje se unë, që ishë pasë raste shumë e përvoje. Ashtë po, ku me marë, ka dush të i rëbëtës, Beograd, Gjermani, Francë, ku me marë, dikush mi shkëmbyja, dime. Ne se erdhe e doktoresha, Najtin Gjakov, disa ditë për hatë, që ishë pasë edhe që të afer në babës. Babën e ka pasë në nivel të naltë, unë e përësoj fakultetit. Edhe, Najti ajo, kërë boja 6-7 ditë 8 me spekulaj, tha, zimë tha, unë jem përmiqu në Shkup, tha se kë nuk mu i minëzërë, për sepsës. Kështë sepsa i ishtë dalë me në barkë nonës, me pneumoniki, me kallën moshnive të lindër. Edhe aj, nejse,
shkoj. Edhe unë dola, tha unë ta heki dorë, bën janë dokumentat, ta që spejtan gjë, faleminderit, thash që. Dole unë mi kallzu gjyshit tash. Thash çështu, tash doktoresha ka vendu. Thash ka thu ti? Thash vëllai unë e kisha lënë, e kisha kështu edhe 2-3 ditë. Që s'ka ndryshime, se kjo alasu keq supi djesh, këto gjendja një. Ha dhe tha ndorë tonë, tha dhe më shku masi, adi, thash unë, normal që s'kom qef më me të kushë ndorë. Që s'kom korfar përfitive, s'kom stres, e kom ngarkes psigjike, normal që edhe më dërzu s'bën. Edhe pse s'kishim në rrethana të forta për mi mjeku gjendet e roma. Ne, se mjeku me mane edhe atije pa të ndru gjokin e si edhe shpëtoj. Dikur shpëtoj, masja 2 javë u këfele, si, edhe shkoj. Tha, unë tha, kom bëjsh shumë, tha, si thash veç i bëjsh ma hi. Ku të botë kjo një vjesh më kalzu, a ka njës me fole, me hecë zhaga se sanë, që të sanë thash se më vynë, që kjo është problemi maj mas se mi me dhonë 1 milion marka. Edhe erdhaj mas 1 vjeti. Edhe, tha unë si kom kushtet, i kish marrë 2 fishek kështu të A4 letrës. Njenin kish qitë sheqer kokër edhe njenin kafe. Erdhën në partë, tha qëto janë mundësit mija. Kjo do më thonë ka qenë një stres shumë i vështirë. Edhe mas ase na kishim një fond, nuk o mirë me thonë, po pi thonë Klara Shedadi ka qenë motë kryesore, tash Klara shake mundësi jepi, i dha Klara 300-400 marka i kishim në atë fondit që i lajshin njës pare që në nënshkryshin. Edhe ja, ajë do i kemu të ranu. Tash, na për që punë kem to, s'kem punë për mi qunë shpjet. Thash, ti shka do me na pru? Ma vlerë, se që kjo kafe nuk ka. Edhe, ne që ja morëm në kafen edhe sheqerin, i dhamë edhe dishka tjetër, për fëmijë dishka. Edhe, kështu që ai u konë një moment jashtëzakonshëm. I vështirë jetës suaj. Edhe këta din, doktoresha Samilja, doktoresha që e përmena Prishtinës, se është nivel të lartë ajo tash, në është e famshme, kështu që mes me qitë emnin, pra unë jam i hapë, kur do në mund të mi ditë emnin. Doktor... Po ajo u frigoke për shkak se ne s'kishim jetës, se jo që s'kishim dije, se ajo kish dije, për shembull si nivel profesorit ishtë, edhe është sot shumë hapë. Mje po, kish atë frikën që edhe s'do ishim me dështu samë. Veç e kemi të i kalu kohën e planifikuar, me gjithatë na po përpiqemi të ecim me foto tjera pak më shpejt. Këtu jam një seminar, Cornell University e ka bo, edhe Pennsylvania University. Këta janë krejt profesora, qëto 3 janë të interesantë. Njona është e Ukrajines, 2 janë ruse, po, edhe, dhe më thonë, ruse është ajo në altë, ajo është që kjo është profesor Mark, se më kujtohet, Dittmar. Mark Dittmar është ekspert botnor për reanimacion e anestezion të fëmijëve, dhe më thonë, është në Universitet Pennsylvanis edhe në Universitet Cornell Universitet. E ka marrë që me syze, është Richard Polin. është neonatolog, një ndër neonatolog bashkë me Martin, profesorin, edhe Fanaroff janë më të mirë në botë. Ky është një profesor neonatolog i nefrolog, është me prejardhje prej Hungarisë, jo i pari, po i dyti, edhe ka librin e vetë, librin Averi është neonatologji, që goja 3000 faqe, veç për neonatologji. Ky është një kirurg i fëmijëve, edhe pa të pyet për një profesor Beograd, që e bojke mshikëzën urinare, ekstrovert, dhe më thonë patologjin, aje bojke i pari në botë me një ndërhyre. E këtë bota e bojke me 2. Bile akun pashu një fëmijë ka bo operacion atashëm. Aje pa dekjeri për infarktit, tash më kujtohet,
edhe kur pa ta qu këtë pacient që a isha akademike, i thash thuj të ka qu gzim gjara. A i tash ku i ka thonë gzim gjara, a i e disha unë që asë më gja, s'ku gjo, a ish blefa, vedi. A i u tut që mësë jam dikushi une, edhe i ka thonë hajtë për të pranaj, mas i të ka qu a i gzimje, vedi. A i s'dike as ku, as tekas, po. Edhe nej, se kryesoja ka kryu operacionin shumë komplikun, ka qenë atë. E ky pyet ke për ato, thoi, ajo është i vetë mi mbot që e bën ekstrovert ato. Tutje, fotografia tjetër? Kjo do më thonë, jemi konë në studime. Këtu kemë qenë, kjo është ai Julian Lies. Tu është doktoresha Urata, Vjolca, Malazogu edhe Indjeri Bujardomi. Kjo ka kontribu shumë, ka pas nivel shumë të njëllë të analizave, do më thonë, edhe bojke gjdo analizë, s'marë mene që i bojmë bërë krejt tash, po shumë bojke analizave. Bujari, po. Po shumë bojke me bakër e porfirine krejt i bojke. Kjo është ai profesori i famshëm, për shembull, ky ka 4 herë, ky është Richard Paulin, me himi, po. 4 herë ma qëtrejt e i ka librat se sa krejt të tjertë, vedi. Shë një liber që bën neonatologjisë $150, ky i ka 450, 350, s'ka librat. Shumë është i fort, edhe ka një qasje, dhe më thonë, aq i ka të thjeshta elementet e shpjegimit, thotë qërë, një bebë që nuk kesh, për shana 3-4 orë, edhe ka lëvizjet fiksume, pëjtë se nes des. Dhe më thonë, një fjali kjo. Një fjali. Pa shkencë, pa kjo fjali shumë praktike, dhe më thonë që është praktike edhe për prindin, lemo doktorin. Dhe më thonë, kjo ka qenë, me qësi, gjana kjo kam rrinjë shumë, dhe më thonë, është qaqë shumë praktik, më ja lezu vepat e ti, për shumë une, një liber ti, këmë lezuja 3-4, më ka shkybi le të pjesë. Lezu pi qefit, ajo është, se qërë, për shumë mi lezu poemen e Rudyard Kiplingit, nëse, ose poqese, që veç për poeme ka marrë çmimin Nobel, dhe më thonë, ato mi lezu 50 herë, ty do këtë që se ki lezu heq. Prap gjendi shka, që të pëlqen. Këtë jetën e gjendë. Ose për shanë si Darten mi lezu, ajo është libër geniale, Herman Hessit. E tash, na me mjekësi, jo që lexojmë shumë, po une, më konë drejtim gjusor, jëmë marrë me kësi sene, se s'kum pas shumë fizika, matematikë, se kush ishë lexu ato. Këtu jam me disa nxënëse që janë motra tash, janë shumë motra të mira edhe punojnë edhe janë qenë motra të shkëlqyshme, kirurgji interno atje, që i kom dhonë mësimin. Këtu e mramjet maturës, unë si profesor. Bukur, tutje? Këtu jemi me përvjetorin që ish ma parë. Që e kishim. Festu përvjetorin, zdi cili përvjetor ka qenë, po mëndoj i maturantëve. Maturantëve. Tutje vetëm folëm aty, po prapë reparti i luftës, se para luftës u konë, po luftat e, se ti 8.600 lindje me ti majtë 2 motra, për shana natën i kam pas ka 100 fëmijë. Këtu thojnë jo motrat jënë të ngarkume, po ku ngarkume, ajo ka për celsin, për shana në interno, në kirurgji e sa. Po kjo duhet, përveç mi pastru fëmin, mi ushqy fëmin, mi a boj infuzionin, mi a shti sondën, i njëjti person. Ati e kiti njerës, jo të intenzivës, jo aty. Këta, për shemull, intenziv qendrore s'ka këtu, qëto është dopsi e madhe e spitalit, se kreti bota i ka intenzivat qendrore, me fëmije, me kreti, ma që dohet aty pa kise pareja, me traumave që këtu. Kuptohet, mirë po, t'i s'ki qendrore. Tutje? Këtu është, kom pas boqet fotografi, po më thot dikosh në shpe aty, tha, shka për të vynë, tha, fotografia është kjo si delin YouTube, tash kjo jemi është ma ndryshi, kur shpallë pambarësia. Edhe ishtë interesant se u konë minusja 20 është disha aty. Mirë po, shka interesant, dole unë e pisho që ishin orë me muzike, me arasi, i pash ma shumë njerës kishë, do më thonë të Shqipnis që ishin orë minoritetit e si, se sa që ishin Gjakovës. Ajo më ka dorë një farë defasije. Një farë matematike jo shumë e mirë. Edhe që s'ju pëlqen njerëzve, benim i thonë. Pra në unë dopsit e negativitetin. Por shka mu më thonë,
Edhe ti doktor je ashpër, jo si thotë. Jam, pranoj, publikisht e pranoj. Jam i ashpër. Po jam transparent. Se ti janë disa thanje filozofike shumë të këqija. Po. Mu që se më pëlqejnë, se janë mirë ato, kajtë botës i pëlqejnë. Thot fjale a mirë, fjale asi. Kush thot puna a mirë, rezultati i punës asi. Edhe këtu ma shumë vjejt, këshyrë për shemë, a i tha mujtë asi, se sa që qëfar problemi e, mas e i thuti, kurës mu, thot, valla i që një kohë. Po ti sa kohë, sa orë, sa ditë, sa muje. Këtu a këfori, kur në ka pu Nima në spital, kanë qenë vizit shpesh, do më thonë kanë qenë shumë qashtë në mundësit e vetë. Pak po e kanë do shta hapsirat e repartit. Tutje? Po, qepje. Këtu kem qenë në Bekforin, këtu është një motë e shkelqyshme. Kjo Violeta Thaci, kjo Violeta ka pas një tragedit madhe, ndeshja me motor që ka bu djallit. Edhe burrin e ka tjerë zakonshëm. Me këtë Violetën në patën marë si ekip doktor Sinanin. Delia. Po me dojnë për ato? Po. Në patë marë edhe shumë jem të ndit kur të gjithë jemi të ndit, të gjithë qytetit. Se ka qenë, kjo e jashtë zakonshme e mirë, po burri vetë edhe maj mirë që thojnë. Kur s'di një cilin mi krasu ma të mirë. Në patën thirë, do më thonë, policia speciale më shku në Pastasel, një ekip mjekësor, se kjesh shumë, e s'me pranojnë mjek ushtrisë mi vizitu. Edhe në thirë e doktor Sava, që ishtë dojtor, në ishëm qarë për shku. Shkum une, doktor Sinani edhe doktor Shajnë Roka. Po, tha ti shko se ka fëmija, si, nejse, shkum. E thash, po unë me të posalivë me la, tash që puna të tha jo e shko se asi. Edhe shku me Violetën. Edhe na i tham, nuk shkoj se dojshim na qumë autoblinda. Po. Na veç me kjerë sanitara, se morem 2-3 ku marru kjerë, ne se shkum atje. Ko shkum, pa afrona unë edhe doktor Shahini, për i thot aty në do plezhve sanë që ishin të rëthum ata për ushtërisë, qëra kini në ajo të që kësë që umet të apështojnë. Kur për thot një plak, po, tha që, tha, oshe, si thirë që tapi, thot ose njësë. E nej, se erdhen 3 vetë, e di. Një femën edhe 2 mashkë. Edhe pikë që i thash 3, që to prejka unë atë mashkën, i thash që kjo mund më konë zorë që orë, thash ma e dojnë shtu në nëndja. Edhe e hypëmin kërë sanitarë makinë, spitalit, tash edhe atë femnin edhe një tjetër morëm. 3 i këshyrëm këshë, një Shahini i këshyrje, si sponzo. Edhe shkumna. Kur o nëllëm pa shku në spital, aty qenë semafore. Kur te doktoresha Aid që aty diku. Edhe pi thëmë, une dilni tash pi kjerëve, hesni drejt shtu, është Damjani. Lëpni Damjanin, shkoni ose në Damjan, ose në Gërqin, ata ju qesin në Shqipni. Edhe o kry kja pun, edhe pi thëmë qërë, njoni që e qetë fjellën, tonë e hajmë njësaj. Ashtu dhe tonë shkojmë borg njësaj, se a i thot fjellë, pse se ki qita asi, se në ofrigashtim s'dishim, tash kesh shofera, kesh motra, edhe morëm vesh, te doktor Sinani në shpi, edhe doktor Sinani. Që thojnë, jo, ka kontribu, kjo s'ka kontribu kjo, qysh s'ka kontribu. Me doktor Sinani jemi konë edhe që jënë tutë shumë njëz me shku në Regjia na përcjell kështu fotografit, ko pas kohë deri sa flet doktori ta. Kem qenë edhe në grevën e minatorëve. Kur kush dhe kemë shku, veç Gjafer Gjia, që ish matrim, edhe thëshin jo, shko ti ka me mushni probleme. Jo, ba dhe jo, një ka tot një dhe se sa punë probleme. Edhe shku mune Gjafer Gjia edhe Sinani Zvanolli. O dhe të Sinani u konë shda aktivitet. Edhe minzi që kemë pështu. E, kjo është një asë interesant me kushtet tjera. Doktor Shkurt, sepse kemi te i kalu gjithdo minutash. Kjo ka pas helikobakter. Edhe u dalë në televizion me lypë pare, me asë jo gjendin e ronë, kush në animone. Po edhe kishë pas në ledë, por ku erdhe nëjse, po jo fond mjaftushëm i qunë Turqi, kështë tonë. Por shkak se kishë hiperpigmentim. Tash është mirë kjo, po është edhe foto hiperpigmentim. Hajde tu edhe kur e qumë, e që qëtu në lupa. Atërë,
kur e hek helikobakteri që kjo është tash i shëruar aty. Ky është një profesor Pereira i Brazilit, po që punon në Harvard Universitet. Edhe ky shpjegoi që për ushqimin e fëmijëve, edhe u taku me to në mëngjes, se shkoj ke herët më ungër, në 7 diçka, dhe unë shkoj në 7 për mesme na kap të lovia me një kongres të Harvardi, normalisht Bostonit, universitetit. Po, këtu është një kolegë, këtu ka qenë doktoresha Diana, më staraj. Po. Pazhari. Pazhari, edhe doktoresha Donika, edhe s'pun kujtonë, Kërleshi, qenë krejtë Kosovë. Disa, po. Edhe tashti, pi thomë këthi, a mundësh, thash, ti jetë kohët u ongërmishta, po, thash, 4 mushit, a bët që ta shkapi atimja, po, tha, ku gjo s'ka. Thash, po, a i bët doma gjo, jo, më tha, zhvillohen bakterje tjera, tha, ato tretin, tha, pi 4 mush, me shbon. Do më thonë një se ish një gjo që se pranoj ke bota, dhe alo se pranoj, gjysa botës. E Harvardi, po. Kjo është heroina e jonë e Monteverestit. Tu u thu unë diku me një seminarim kohën e diku, ku marru, me babën është në aeroport. Thash, a bën mi bërë një fotografi, thash se vlera jote edhe mundi jëtë është 10 herë ma i madhë se sa mi boj doktoratur. Edhe s'kej herë se i shkon për gute. Edhe ja, tha, ma ke thonë që të fjallë, tha, edhe më ke thonë shtytje, bedi. Sa bukur. Po, kjo unë e qmaj shumë, e qmaj ma shumë se i profesor të fakultetit. Se o kontribut ma i madhë. Kjo është qaj profesori Richard Martin, një ndë ma të njofnit në botë. Nelsonin e ka shkru, kjo është pjesë Nelsonit. Kjo qaj Fanarofi, i ka 35 libra që shkrune. Kjo ka zbulime shumë të mëdha. Për shemull, kjo ka zbulu që fmit mas 30 vjetë, që në koni ka hullim të u, në gji, po janë diku një 13 dhe 17% ma pak kanë depresion edhe vetëvrasje. Kur rriten, mas 30 vjetë. Po. Interesant, bënë qësi ullimtime ekstravagante, qësi ullimtime bojnë edhe japonez. Me një sajt e japonez, për shumë një studiu mjekësin. Tutje? Këtu jemi grumën, me këta doktoreshë është e Prizrenit, kjo Donika, edhe une kemi qenë në Torino, në kongres, ka qenë kongres, jashtë zakonshëm. Këtu vajza, kur ka diplomu e vogla, e fundi, kjo është e madhja me shoqen. Një portret familjari kompletuar. Po. Kjo është tortura që kishe. Shqiptarve, që s'mujnë mi botë të mlajve. Hajde përpora është të tojshë, s'kanë mujtë mi lidhë shkijet, ati kanë... Po më ndaj ta sërbë, s'kanë mujtë me bojgjohë. Si duke s'kemi më nëse nuk gaboja. Kjo është kryetari i pediatra të Akademisë Amerikane të pediatrisë në Amerikë. Kryetari i Akademisë Amerikane. Sa takimet mërë doktor me gjithë këta njerës? Jo, qërë, në takim këtu tash, o interesant, në takim e vlerësoj unë një takim të frytshëm, nëse prej 10 ligjeratave, minimumi 5 t'i bën pyetje. Nëse zbën pyetje, do të thotë je pasiv. Ja me ble për shembull far Adidasi. Je pjesëmarrës pasiv. Nëse nuk bën pyetje, se pa punim je pasiv, po ti pa bë pyetje, do të thonë ti je shku ti. Çelë burr internetin i çanët më të reja. Doktor, të falenderoj shumë për gjithë këtë diskutim që patëm. Qërë, kemë bo shëtitje kështu. Kemi shëtit se kjo është rëndësishme. Ta është djali, është vajza vogël, e madhe, shoqja, është njusja edhe atje. Edhe unë turoj shëndet ty edhe gjithë këtyre familjarëve. Fajmë dëshëroj gjithve shëndet. Një gjotë duhet mi ditë që boni që ka boni mjeku, po më ndaj si ke i korruptune, i pa korruptune, human e krejt, aj nuk harron që ka pun me jetë njerëut. S'po më intereson që kush është. Tu doja të dilja. Do me thonë, ti, aj gjithë kush, veç më konë mjeku, po më ndaj vdekun, se i gjalla, i si ta shetë smutin, aj du të më frigu. Një familjari imi ma kalon porosi dhe duna me të pytë. Qka me ndonë, shkurt lutem, a ka korupcion në mjekësi, kështu ka pytur, zotëria edhe vetëm për ty korupcion ka gjithë ka. Për shemull, këtu të zomë një korupcion mjekësi është një nivel, do me thonë të, një që thash një frizurit bashortës, një bo doktori, ose
doktoresha i bo për vetin, nëse është këtu. Ti ki korupcion, për shembull, njerëz që japin Mercedesa, banesa, japin, për shembull, si kur bën një projekt madhe, diçka kur merr diçka, për shembull, favor. Kështu që ky korupcioni i mjekësisë bjen sy shumë, edhe është i ashtyshëm që bjes. S'thom unë për mi mbulu, për shkak se njerëz janë preokupun edhe kanë frikën e dështimit vdekjes. Me dështu mjeku, ja vdes, ja komplikohet, ja met invalid krejt jetën, janë dështimet rrezikshme ato, edhe si do as i mjek, si dha, mito, nuk i ose dhërat, ta zonë. Nuk do kush, ti edhe mi thonë që vetja parë veç lesa katë, kush se përdonë. Këto janë gjanat du të mi ditë që mjeku si ke i aftë, i pa aftë, ose si vlerësoj gabimisht ose mirë, aj nuk ja do të keqen pacientit, se aj automatikisht, direkt ja do të vetës keqen. Ka një që ja do të keqen, për që është i jetësore, më ka thonë. Kuptohet. Faleminderit shumë me shijova këtë diskutim me ju. Pak kom qenë si i brodhë që me shetit poshte për pjetë. Kjo ishte edhe dëshira jo. Për pjetë. Kështu që ka shumë gjana, njerë duhet mi pranu. Ku të folë për jetë vetë, duhesh me analizu shka ki pas negative, unë ku pas bëllë cene negative, ka me sa. Po, edhe duhet mi pranu ato. Normal, tashti shka ka pozitive njerëz tjerë i vlerësojnë, dikush i nën vlerëson, thotë, ja, ma su konë që ato, asi. Unë personalisht po ndihem shumë mirë me gjithë këtë shëtitje të fotografive, sepse ajo që më bëri përshtypje është se je falenderus për punën e gjithë secilit me të cilët ke rrugtuar ti gjatë jetës. E kjo besoj është më rëndësishme duke filluar prej asaj punëtorës shërbyse dhe deri te bashkëpunëtorët për cilët ti je rritur profesionalisht gjatë jetës. Unë me s'te kësha pas gru, qëtë gru që e kom. Më dhonë nuk ndu të ja 5-6 gra mi marrë edhe 5 atë më kishin shumë. Veç kjo ka mujtë me dërua, për dhe se kush s'kish dëru. Po e përmbyllim me këtë fjali. Kështu që adi është rëndësishme edhe që sheki fatin, edhe që shkon, për shumë unë asë se kësha menu mramjet matuës, për shumë teme, që ka më shku në mjekësi, le mo ma heret e dëshka. Po tashti këto janë asë mo pediatri si heq, se ku menu, po tashti ato janë rrethana që ne duhet mu adaptu. Kërkush nuk e menon për shembull që ka mu bo dishka negativ, po e ndodhë. Për shembull çdo njeri edhe vras mi pyet. A kështë bo prapë që të vepër, keshe kërkush se kështë bo. Përmes këtij emisioni besoj e keni njohur ndryshe në një dimension tjetër doktorin Gzim Gjara. Të gjithë ju që në ndoqët, jo vetëm sot, por gjatë gjithë sezonës, faleminderit 1.000.000 herë për çdo pyetje, për çdo pëlqim që keni bërë edhe në rrjetet tona sociale dhe faleminderit të gjithë të ftuarve të mi të këtij emisioni, të cilët kanë vazhduar të besojnë gjatë gjithë kohës dhe gradualisht kemi përmbyllur edhe sezonën e 4 të Një jetë në një orë. Faleminderit për qafime verë të këndshme dhe takohemi në shtator. Mirëmbëjtje.